إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلنرحم الله سبحانه وتعالى كروسين فشبلوت تدرجهم صلوات dhe selame mi pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë ndjekur e ndjekun dhe do të vazhdojnë të ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Javën e kaluar kena nis me fol pak për Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për gjanave që kena përmend për Abdullah ibn Mas'udin është se ka kanë prej muslimanëve të parë që e kanë pranuar Islamin, mund të jetë i gjashti ose i shtati. Po ashtu kena përmend disa prej vlerave të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, të cilat ne ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është nxitja e tij sallallahu alaihi wasallam që të marrim prej këshillave dhe porosive të këtij sahabiut. Po ashtu, prej gjanave që ja vlen për më përmend për këtë sahab, është fakti se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është i pari prej sahabëve i cili e ka lexu Kur'anin në mënyrë publike në Mekë. Është i pari prej sahabëve i cili e ka lexu Kur'anin në mënyrë publike në Mekë. Dhe për këtë gjë është rrah nga idhujtarët e Mekës radhiyallahu anhu. Tjetër gjë ose tjetër vlerë që vlen për më përmend në lidhje me këtë sahab është kur një herë ka hyp Abdullah ibn Mas'udi në pemë, dhe kur ka hyp në pemë janë dallu kërcit e kamve. Dhe njerëzit kanë qesh për i kamve të Abdullah ibn Mas'udit sepse i ka pas të holla. Abdullah ibn Mas'udi si fizionomi ka qenë i shkurt dhe i dopt. Si fizionomi ka qenë i shkurt dhe ka qenë i dopt. Sa që noshta ka qenë i gjatë sa i njeri i ulën najon. Mund të ketë qenë gjatësia e tij sa një person i cili mund të rrinë najon. Aq i gjatë ka qenë Abdullah ibn Mas'udi dhe ka qenë i dopt. Dhe një herë, siç po thoshim, një herë Abdullah ibn Mas'udi ka hyp në pemë dhe njerëzit kanë qesh se i ka pas këmbët e holla. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast i tha njerëzve lasaquhu fil mizan athqalu min Uhud. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet këmbët e tija në peshore janë më të rënda se mali i Uhudit. Për këta janë disa prej vlerave që disa i kena përmend herën e kaluar, disa po i përmendim sonte. Dhe kena fillu me përmend po ashtu disa nga porosit, këshillat e Abdullah ibn Mas'udit. Dhe kena mrit tek porosia e katërt ose këshilla e katërt e tij radhiyallahu anhu,
ku thot innakum fi zamanin kathirun ulama'uh qalilun khutaba'uh wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uh kathirun khutaba'uh. Thot Abdullah ibn Mas'udi, vërtet thot ju po jetoni në një kohë ku dietarët janë të shumtë, kurse ligjërusat janë të pakët. Ka me ardhur një kohë ku dietarët kanë me kanë të pakët, ndërsa ligjërusat kanë me kanë të shumtë. Kja shumë fjalë e bukur e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, sepse në kohën e tij njerëzit e ditën dietarët kanë kanë prezent dhe qytetet në përgjithësi një xhami kanë pas. Dhe në xhami personi që i ka mësu njerëzit po kanë i ditën, po kanë dietar. Ndërsa njerëzit që kanë ligjëru, që kanë fol, kanë majt hutbe, kanë të pakët, siç e përshkruan Abdullah ibn Mas'udi. Mirë po, kja fjalë e tij radhiyallahu anhu, çka ka për qëllim? A ka për qëllim thjesht me kallëzu një lajm që ose me na përshkru se si është gjendja në kohën e tij dhe si ka më bë për më vonë? Ja. Kja fjalë e tij radhiyallahu anhu është për mi tregu njerëzve se cila duhet me kanë rruga që njek muslimanin në jetën e tij. Rruga që njek muslimanin në rrugën e tij duhet jetë kja, me kërku ata dietar që janë të pakët. Dhe rruga për me pështu, rruga drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, është aja e cila tregohet nga dietarët, nga ulemat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç'a thot? Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që brezi më i mirë është brezi jem. Masënaj brezi që vjen mas tyne, masënaj brezi që vjen mas tyne. Dhe Abdullah ibn Mas'udi e përshkruan këtë gjë. Thot që ju jeni të jetu në një kohë ku dietarët janë shumët. Është hala brezi i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Brezi më i mirë. Dhe mas këtij brezit kush do të vinë? Do të vinë një brez tjetër, që janë nxënësat e sahabëve. Dhe mas këtij brezi do të vinë një brez prap tjetër, që janë nxënësat e nxënësave të sahabëve. Pra ju po jetoni një kohë ku dietarët janë shumët dhe ligjërusat janë të pakët. Dhe do të vinë një kohë, thot Abdullah ibn Mas'udi, ku dietarët kanë me kanë të pakët, ndërsa ligjërusat, njerëzit që flasin, hatibat, kanë me kanë shumët. Dhe sa më tepër që ecë koha, aq më tepër që dallohet kja gjë. Dallohet që ligjërusat janë shtu dhe dietarët janë duke u paksu. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yati alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa herë që vjen një kohë bëhet edhe më keq, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, derisa të takoni Zotin tuaj. Kurse në hadithin e Isras dhe Mi'rajit tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu tek disa njerëz prej umetit të tij dhe ishin duke ju kput bust, ishin të u dënu me këtë gjë. Dhe u friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyet Xhibrilin, ç'a puna këtyne, i thot. Dhe i thot Xhibrili, haula'i khutaba'u ummatik min ahli ad-dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Thot Xhibrili alayhi salam duke i kallëzu pejgamberit alayhi salam që këta që po dënohen dhe janë duke ju akput bus si dënim, janë hatibat, ligjërusat nga ummeti jot. Këta i kanë urdhnu njerëzit për mirë dhe e kanë harru vedin e tyne. Dhe nga kja
Ç'a kuptojmë? Kuptojmë se e qërtume nga këta hatiba, nga këta ligjërusa, janë kur urnojnë njerëzit për mirë dhe vetë e harrojnë vetin e tyne. Ose nuk janë thirrsa për në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përkundërzi, janë përhapsa, janë promovuesa, janë shpërdarsa të kujt? Janë bidatit. Këta janë ata ligjërusa të qortum. Sepse këta janë dhe ne e shohim në mënyrë praktike dhe e prekum këtë gjë, se ligjërusat, të cilët janë shumët, pjesa më e madhe e tyne, a janë thirrsa për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk janë tillë. Promovohet bidati. Mas me thonë se nëse promovohet edhe shirku. Në Allahu subhanahu wa taala, Allah na rujt. Se yati zamanun kathirun ulama'u, qalilun khutaba'u. Ka më ardhur për një kohë, si thot Abdullah ibn Mesudi, që dietarët janë të shumt, ligjërusat janë të pak. Masënaj ka më shndru kja situatë, kja gjendje. Dietarët kanë me kanë të pak, ndërsa ligjërusat kanë me kanë të shumt. Pra, në tërhek vëmendjen Abdullah ibn Mesudi, që nëse ju kap kja kohë, me pas kujdes, mirë po me kërku rrugën për në xhennet me anë të njerëzve të dijes, me anë të dietarëve. Ata që janë trashëgimtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është, faktikisht në kohën që ne jetojmë, është fiks siç e ka përshkruar Abdullah ibn Mesudi. Sot shumica e ligjërusve nuk janë dietarë, po janë ligjërusa. Mund të jenë mësuesa, ligjërusa, hatib, çdo gjë mund të jenë. Dhe është fatkeqësi që ummeti jon ka rapra në dorën e këtyne, të cilët marrin përsipër mi atë që i ka dhënë Allahu te bareke wa taala, duke përhap devijimet, duke përhap shtremnimet në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Fatkeqësi. Dhe aja që është më rëndësi nga kjo porosia Abdullah ibn Mesudit, është që ne të mundohena gjithmonë fenë tonë ta kërkojmë prej dietarëve. Dhe ata që i promovojnë dietarët, ja ata që bajnë sikur i promovojnë dietarët, po ata që realisht i promovojnë dietarët, dhe cilë gjithmonë i servirin njerëzve fjalët e dietarëve dhe lidhjen me dietarët. Ja si ata sikur hiqen se po jo lidhen me dietarët. Ndërkohë që kur vinë fjalët e dietarëve, fillojnë edhe i bajnë bisht fjalëve të dietarëve, ose i napin interpretim tjetër nga ajo që kanë dashur ata. Pse? Sepse nuk i shkan përshtat interesave të tyne, nuk i shkan përshtat bindjeve të tyne. Këta janë ata që hiqen se po i lidhin njerëzit me dietarë, dhe janë të i marrë njerëzit në qafë. Janë duke i marrë njerëzit në qafë. Allahu na rujt. Tjetër fjalë që ka Abdullah ibn Mesudi, është ajo kur thot innaha satakunu umurun mushtabihat. Fa alaykum bit-tu'ada, fa inna ar-rajula li yakuna tabi'an fil khair khairun min an yakuna ra'san fi ad-dalalah. Edhe ka shumë fjalë e bukur e Abdullah ibn Mesudit, i cili thot, vërtet kanë menduar në gjana të dyshimta, thot. Andaj unë ju porosis dhe ju këshilloj ju për maturi dhe për majtje, sepse njeriu me kanë njeks, thjesht një njeks në të mirë, është më e mirë për te se sa me kanë kokë në devijim. Shumë fjalë e bukur nga Abdullah ibn Mesudi. Ai sikur është duke përshkruar gjendjen e ummetit dhe situatën që ne jetojmë dita ditës. Dhe dija është dy llojesh. Dija është dy llojesh, ose është e qartë, ose është diçka e pa qartë nga dija. E qartë është ajo që vjen me argument.
Kurse aja që është e paqartë për dijes, aja që mund të ketë disa lloj interpretimesh. Këtë ka përshkruar edhe Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu është ai i cili të ka zbrit ty Kur'anin dhe në të ka ajete të qarta që janë baza e librit, janë baza e Kur'anit. Rregull? Pra kjo është një kategori e dijes, është e qartë. Po ka edhe gjëra të cilat janë të paqarta. Dhe këtë ka tregu Allahu subhanahu wa ta'ala në vijim të ajetit. Dhe në kohë kur shfaqen gjërat e paqarta, gjërat e dyshimta, çfarë porosit Abdullah ibn Mesudi, çfarë na thot ne? Aleikum bit-tu'ada, ju porosisat që t'jeni të matun, t'jeni të përmajtun, mos o zhytni fill, o burra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i heri ka thënë Ashaj Abdul Qaisit radiallahu anhu, inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allahu al-hilm wal-ana. Një herë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ashaj Abdul Qaisit, vërtet tek ti janë dy cilësi që Allahu te bareke ve teala i den ata, i pëlqen. Ato janë maturia dhe përmajtja. Maturia dhe pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lëvdu këta dy cilësi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër çfarë thot? Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu është i butë dhe den butësin. Jep për butësin atë që nuk e ne për dhunën. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu është për mu përmend hadithi ku një prej çifutave është taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë assalamu alaikum. Nuk i ka thënë assalamu alaikum, i ka thënë assalamu alaikum. Pra i ka thënë që gjet vdekja. Kjo mënyrë e shprehunit assalamu alaikum do të thotë që e ka nom pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ka uru vdekjen e tij alayhi salatu wassalam. Dhe si është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë wa aleik. Edhe me ty i ka thënë. E në gjej edhe Aisha radiallahu anha këtë fjalë të çifutit. Dhe i thët, wa alejke samu al-la'na. Qohet Aisha dhe i thot që qoft mi ty vdekja edhe laneti. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës. Ka dali thët, o Aisha i thët. Dhe Aisha i thot, o i dërgumi Allahut, a nuk e në i gjohë thët, se qa thaj? Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qad qultu wa aleikum. Pra unë në gjohë, edhe i thash qoft mi ty. Pra kjo ishte përgjigja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa pas nevojë që me përshkallëzu dhe me eskalu puna ma tepër. Kështu e përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu e ura, edhe me ty i tha pejgamberi alaihi salatu wasallam. E në gjej Aisha u nervozu nga kjo fjalë, Aisha radiallahu anha. Dhe jo përgjigj qof mi ty edhe laneti edhe mallkimi i Allahut. A në gjovë i dërgumi Allah? Po në gjovë, pa unë ja ktheva, i thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu te baraka wa taala e pëlqen maturin, e pëlqen përmajtjen. Po ashtu, tjetër hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku përmendet butësia, përmajtja, maturia, është kur thot inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Wala yunza'u min shay'in illa shana. Thot i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, vërtet kudo që vendoset butësia e zbukuron atë gjë. Dhe nga çdo gjë që privohet dhe hiqet butësia nga ajo gjë, vetëm se e shëmton atë. Sallallahu alaihi wasallam. Pra në këtë raste
në këta situata, cila është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Më falni, cila është këshilla e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu? Këshilla dhe porosia e tij është që ne të tregohen të matun dhe të përmajtun. Të matun dhe të përmajtun. Sepse nuk mundesh me i shlu fjalë, nuk mundet asnjëri nga ne me i shlu fjalë pa teklif. Do të thonë hajde vetëm fol. Nuk mundet asnjëri nga ne me i bë punët e tija, veprat e tija, edhe hajdet e shti i bëme. Gjithë secili nga ne është përgjegjës për fjalë që i flet. Është përgjegjës për veprat që i bën, për punët që i bën. Prandaj duhet me pas njeriu kujdes, me kanë matun, mu përmajt, a vash. Ku dhe me shku? Ku dhe me shku? Keme dhënë përgjigje për fjalë që i thu, për veprat që i bën, për punët që i bën. Rregull, prandaj Abdullah ibn Mas'udi jep këtë këshill shumë bukur. Kanë me ardh gjëra që janë të dyshimta, janë të paqarta. Kanë me ardh gjëra të cilat janë të dyshimta, janë të paqarta. Andaj thet, tregohuni të matun, të përmajtun, mos u shloni. Mos u shloni o burra. Jepi. Sepse siç kanë thënë dietarët, ata fitnet, trazinat, ata gjërat e paqarta, në momentin që vinë dhe shfaqen, janë të paqarta, por njerëzit nuk dinë se si me vepru, janë konfuzohen, i përzihen çështjet. Dhe kur kalen fitnja, tan njerëzit e marrin vesh. Tan njerëzit e marrin vesh se çka kanë në mirë, çka kanë e keqe. Vetëm i pjesë e njerëzve e kuptan fitnën qysh në fillim. Se është e keqe dhe nuk është e mirë. Dhe ata janë dietarët. Ata janë njerëzit e dijes. Rregull? Dhe kja porosia Abdullah ibn Mas'udit, ku thot, pra, tregohuni të matun, tregohuni të përmajtun, mos u zhytni, mos i jepni. Pse? Sepse njeriu me kanë pasus në të vërtetën, është më e mirë për te se sa me kanë kokë, i pari i fitness, i pari i devijimit. Pra nuk është puna, nuk është çështja se kush është kryetari, kush deli pari. Këtu a puna me ja qellu të vërtetës. Këtu a puna me ja qellu të vërtetës. Dhe përderisa synimi është me ja qellu të vërtetës, nuk ka rëndësi aje i pari aje i fundit. Rëndësi ka me kanë të i kjo rrathi. Rrathi i të mirës, mës me dalë për i saj. Kja ka rëndësi. Ne Allahu subhanahu wa ta'ala në ka urnu që tjene të i kjo rrathi. Të rrathi i të mirës, mës me dalë për i saj. Nuk ka rëndësi aje i kryetar, aje në kryetar, rëndësi ka mës me dalë për i saj. Prandaj, e thot këtë gjë, Abdullah ibn Mas'udi që të jesh njeks pasus në të vërtet dhe në të mirë, është më e mirë për ty sa me kanë kokë dhe pris në devijim. Tjetër fjalë që ka Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, edhe kjo është shumë e bukur, thot inma hadhihi al-qulubu aw'iya fashghiluha bil-Qur'an wala tushghiluha bighayri. Thot radhiyallahu anhu, vërtet thot këta zemra janë anë. Andaj këto anë angazhojeni dhe mbushini me Kur'an dhe mos i mbushni me diçka tjetër. Kjo është shumë gjë e bukur. E ka përshkruar ose e ka krahasu Abdullah ibn Mas'udi zemrën e njerëzit ose zemrat i ka krahasu me ënd. Dhe çdo ënd ka me të gjujt me atë çka ka mbrëm. Por nëse ti ke një ënd ose ke një gotë përpara vetit, nëse ka gota ujë dhe unë gjuj me ujë, me çfarë kam gjujt me ujë. Nëse ka çaj, kam gjujt me çaj. Nëse ka parfum, kam gjujt me parfum. Nëse ka një lang të mëdhët, kam gjujt me ndërtsin. Dhe po ashtu, edhe zemra kështu është anë zemra. Zemra është si ana. Dhe garuzhda e zemrës
është gjuha njeriut. Pra, e ke anën ti, dhe momentin që nxjerr nga ana, e nxjerr me anë garu, e mush garushten edhe, e nxjerr që ka ana për mrena. Po ashtu edhe kështu është raporti i zemrës me gjuhën. Pra, zemra është si ana, dhe ne garushda jonë, ose atë që ne e nxjerrim nëpërmjet gjuhës. Dhe që ka me nxjerr kjo gjuhë? Që ka me nxjerr kjo gjuhë? Ka me nxjerr atë që ka zemra. Dhe ne duhet me pa me qa e kena mush dhe me qa duna me e mush zemrën tonë. Prandaj Abdullah ibn Mesudi, me që zemra ka sikur ana, porosit që ne ta angazhojmë zemrën tonë me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Sepse Allahu te baraka wa ta'ala thot: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, vërtet ky Kur'an udhëzon për tek ajo gjë që është më e mira dhe i përgëzon besimtarët të cilët i veprojnë punë të mira. I përgëzon besimtarët që veprojnë vepra të mira, se për ta ka me pas një shpërblim të madh. Pra, një zemër e cila është e mushur me Kur'anin, me udhëzimet e Kur'anit, me frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, me të vërtetën, çka ka me të zerë për zemrës gjuha e tij. Gjuha e njeriut ka me të zerë Kur'an, ka me të zerë mësimet e Kur'anit, urtësitë e Kur'anit, orientimet e Kur'anit, udhëzimet e Kur'anit. Prandaj thot Abdullah ibn Mesudi që me që zemrat janë si Kur'an, atëherë mushini zemrat tuaja me Kur'an, mos i mushni me gjëra të tjera. Sepse nëse nuk e mushim zemrën me Kur'an, nëse nuk e mushim zemrën me udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, çka kena me i ofru njerëzve? Çka kanë me kanë fjalët tona, çka kanë me kanë punë tona, veprat tona? Kanë me kanë punë, fjalë, vepra që nuk janë në përputhje me udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe me fjalën e tij te baraka wa ta'ala. Prandaj e thekson këtë gjë Abdullah ibn Mesudi që angazhojeni zemrat tuaja me Kur'an dhe mos i angazhoni me gjë tjetër. Pse? Sepse këta zemra janë sikur and. Tjetër fjalë që ka Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu është kur thot: "Innaka ma dumta fi s-salah fa anta taqra'u bab al-malik wa man yukthir qar'a babin yuftahu lah." Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, vërtet përderisa je në namaz, ti je duke i ra portës së mretit, sunnimtarit, dhe ai i cili vazhdon për mi ra ders, dikur i hapet. Ai i cili vazhdon mi ra ders, dikur hapet. Kjo është tjetër fjalë e Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, dhe kjo është vërtet për me mendu të dobit e kësaj fjale. Pse? I herë Abdullah ibn Mesudi është pyet për një person, edhe i kanë thënë që o Abu Abdurrahman, vërtet filani e zgjat namazin e tij. Pra kur falet, e zgjat namazin e tij. Dhe Abdullah ibn Mesudi çai i thot? I thot që vërtet namazi bën dobi atij që e zgjat atë. Vërtet namazi i bën dobi atij që e zgjat atë. Sepse Allahu që thot në Kur'an: "Inna s-salata tanha 'anil fahsha wal munkar." Vërtet namazi e ndalon njeriu nga punë të këqija dhe të liga. Pra njeriu përderisa është namaz, është mirësi. Dhe ai i cili është duke e zgjat namazin, që e shtyn atë person për me e shtyn namazin e tij? Gjaja që e shtyn për me e zgjat namazin e tij, është se ai është i përqendruar në namaz. Din se çka kërkan. Din se çka kërkan. Ai e logjikan, e kupton se çka duke bë. E din se çka është duke fol. E din se çka është duke i kërku Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nga që është i përqendruar në namaz, nga që kupton çka është duke thënë namaz,
e zgjat namazin e tij. E zgjat namazin e tij. Po ashtu, përqendrimi në namaz ç'është? Përqendrimi, nëse njeriu përqendrohet në namaz, do të thonë se është duke e kuptuar ç'është duke vepruar, është duke e medituar namazin e tij. Që nuk është diçka për më u qortu. Kujtoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thot inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushra salati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet ka njerëz që kur dalin nga namazi dalin me gjysën e namazit, me 1/3, me 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. I ka përmendur tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se i ka nda njerëzit. Njerëzit janë ndarë në kategori të ndryshme. Dikush del me gjysë namazit, dikush del me 1/10. Pse kjo gjë? Po janë varësi se sa është i përqendruar. Sa është i përqendruar në namazin e tij njeriu. Sa më tepër që është i përqendruar, sa më tepër që din se çfarë duke fol, çfarë duke kërku, çfarë është duke u anku, aq më tepër merr nga namazi i tij njeriu. Prandaj që kjo gjë nuk është e qortuar. Nuk është e qortuar. Dhe çfarë thot? Pra Abdullah ibn Mesudi, përderisa ti je në namaz ti, çai duke i ra der sunnimtarit. Dhe sa më shumë që njerëzit vazhdojnë të binë der sunnimtarit, vjen një moment që i hapet. Por kjo është gjë e mirë përderisa njeriu e zgjat namazin e tij, din se çfarë thot. Ke shumë prej muslimanëve sot që nuk din se çfarë thojnë në namaz. Nuk i din domethëniet e Fatihas, nuk i din thot subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, nuk i din domethënien. Dhe i njëri, një musliman i cili nuk ja din domethëniet e namazit ti, a ka me keni përqendrum, a ka me zgjat namazin e ti? Normal që s'ka me zgjat. Ai që e zgjat namazin dhe është i përqendruar namazin e tij, është ai që ja din domethëniet, i ka mësuar më përpara, është i interesuar me ditë, çfarë do të thonë un jam në ruku, po çfarë do të thonë kjo gjë? Çfarë është kjo dua? Çfarë po kërkoj? Çfarë po lutem? Çfarë po them? Ky është namazi i përqendruar, ku njeriu është i përqendruar dhe merr pjesën më të madhe, hisën më të madhe të shpërblimit. Dhe jam e dalë sikur se ai i cili doli me çfarë? Doli me 1/10 e namazit ti. Subhanallah. Dhe me këtë rast është më u përmend një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për me e kuptuat punën e domethënieve se çfarë thojmë namaz, për me kuptu rëndësinë e asaj që ne e flasim dhe e thojmë namaz. Një prej sahabëve duke u fal mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot namaz? Thot Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dhe e kryen namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masi e përfundon namazin, thot pyet kush foli, tha pejgamberi alaihi salatu wasalam. Kush është ai i cili e bani këtë dua? Kush e tha këtë gjë? Allah tha, unë e thash, o i dërguar i Allahut. Tha, kam pa, tha, 30 e sa me lekthët, duke garu, duke shpejtu, se cili me shkrujt ma për para atë dua që ti e ke ba. Kam pa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 30 e sa me lek, tu garu, se cili prej tyne me shkrujt ma për para këtë dua që ti e bane. Pra shifni, aq i përqendruar ky sahab i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, din se çka kërkon. E din madhninë e atij që është duke ju fal. Dhe e bani këtë dua, Rabbana wa lakal hamd. O Zot, për ty është lavdia, lavdit shumta të mëdha, të bereqetshme, të bukura, të këndshme. Lëvdata për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ja vetëm këtu. Mirë kjo që ka bërë ky sahabi. Po dietarët kanë medituar për këtë hadith. Kanë filluar me menu për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një prej tyre është Ibn Hubeira. Allahu mëshiroft.
i cili thot, kanë fillu thët me emenu thët këtë hadith. Se thët 36 me lek me përshpejtu, me garu se kush me e shkrujt këtë dua që e bani këtë sabë. Pse 30 e sa? Pse mas me kanë 10? Pse mas me kanë 20? Pse mas me kanë 50? Çka ky numër 36? Ose 30 e sa? Dhe kur e kam pa, e kam meditu mirë, thot Ibn Hubera, këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam pa se 30 e sa gërma janë gërmat e duas. Prandaj për çdo gërm ashtu një prej melekëve për me e shkrujt. Pra ka 30 e sa gërma duaja, janë çu 30 e sa melek për me e shkrujt cili ma përpara. Kanë hi dietarët me meditu. Ne na kalojnë këto hadithe, na kalojnë ajetet e Kuranit dhe nuk meditojmë, nuk pyesim ne herë vetin pse. Dhe nëse pyesim vetin nuk kërkojmë më anaj që me e ditë, në rregull, unë e bëna për du me e gjetë shtypsehin. Pse ky ajet? Pse e ka thonë, pse është prej kështu Allahu te barekuhu, çfarë përfitojmë ne në jetën tonë përditshme kështu me radhë. Dhe kjo është nxitje shumë e bukur nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu për secilin prej nesh që nëse ka mangësi në njëri prej nesh me njohjen e domethënieve të namazit, duave, sureve etj, me fillu dhe me kërku çfarë do të thonë, çfarë jam të thonë, çfarë jam të kërku nga Allahu te barekuhu teala në namaz. Sepse që t'jena të vëmendshëm në namaz, duhet jena të përqendrum. Dhe që t'jena të përqendrum, duhet t'ja dim edhe domethëniet e lutjeve, duave, sureve, domethëniet e namazit. Nalna këtu për sante, e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që na përmisojnë gjendin tonë, namazin tonë, wa subhanaka Allahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.